Data 30 qershore vitit 1944 listohet nga historiografia si dita e fundit e operacioneve gjenocidale greke ndaj popullsisë shqiptare të Çamërisë. Shqiptarët, në ndonjë rast të gjithë bashk, si në kohën e lidhjes së Prizrenit, ja kishin dalë mban të mos e lëshonin Çamërinë në duart e grekëve deri në vitin 1913, kur Konferenca e Londrës vendosi përfundimisht kufijtë e Shqipërisë. Historia thot se dhuna dhe masakrat ndaj popullsisë shqiptare çame të besimit islam nisi menjëherë pas pushtimit nga forcat greke të Janinës, që në këtë kohë, në kuadër të administrimit otoman, ishte qendra e vilajetit. Spastrimi organizuar i krahinës së Çamërisë nisi menjëherë pas vendosjes së administratës lokale greke, që nga kjo kohë nisi edhe politika sistematike e shtetit grek për shkombëtarizimin e kësaj treve. Me qëllim shpërnguljen e shqiptarëve, grekët i përdorën të gjitha mënyrat, nisur nga tatimet e rënda, grabitja e tokës, përjashtimi i popullsisë nga administrata shtetërore, ndalimi i dhunshëm i arsimit në gjuhën amtare, nxitja e përçarjes fetare midis shqiptarëve musliman dhe të krishterë, vrasjet, burgimet, dëbimi me dhunë, deri në masakrat e përgjithshme. Hapi i dytë i madh i grekëve për të zhbërë Çamërinë u realizua menjëherë pas traktatit të Lozanës të vitit 1923, që parashikonte këmbimin e popullsive respektive turke e greke. Nën pretekstin se ishin turq, qeveria greke spastroi plotësisht zonat e banuara me shqiptar në Kostur dhe Follorin. Në fjalimin e përfaqësuesit të Shqipërisë, Mehdi Frashëri, në sesionin e 50 të Këshillit të Shoqërisë së Kombeve, mbajtur më 5 qershor 1928, përmban shifrat e dëbimit me dhunë të 60.000 shqiptarëve, 40.000 nga viset e Greqisë Veriore dhe 20.000 nga Çamëria. Të gjitha këto ngjarje, dëbimi nga shtëpit, zhvatja me dhunë e banesave e pronave, rënimi ekonomik dhe pasiguria për jetën, grumbulluan mlefe urrëtie të pafund mes popullsisë çame. Gjithsesi, mbërritur në prag të luftës së dytë botërore, elementi shqiptar në Çamëri vlerësohej i fortë. Sipas regjistrimit grek të vitit 1936, provinca e Çamërisë kishte 74.000 banor, nga të cilët 28.000 shqiptar musliman, 26.000 shqiptar ortodoks dhe 20.000 grek. Në prag të luftës italo-greke, qeveria e Ioannis Metaksait do të ndërmerrte edhe një tjetër aksion për zhbërjen e Çamërisë. Të gjithë meshkujt nga mosha 16 deri në 65 vjeç, mbi 5.000 burra, u rrëmbyen me dhunë dhe u dërguan në ishujt e largët e Egjeut. Mbi 700 prej tyre humbën jetën të masakruar nga torturat dhe uria. Pikërisht kjo politik diskriminuese dhe shfarosëse kultivoi te popullsia çame një ndjenjë të fortë ndarëse me shtetin grek. Për të gjitha këto arsye, një pjesë e madhe e shqiptarëve të Çamërisë nisën të ndiheshin më të sigurt gjatë pushtimit italo-gjerman. Por a bashkëpunuan çamët musliman me fashistët italian apo nazistët gjerman, në dëm të popullsisë tjetër të zonës, apo në dëm të rezistencës së popullit grek kundër fashizmit. Sipas disa studiuesve të pandikuar, italianët dhe gjermanët e kishin pasur gati strategjinë që do të përdornin për të bërë për vete shqiptarët. Duke nuhatur situatën në vitin 1941, italianët dhe gjermanët projektuan dhe bën realitet krijimin e një Shqipërie të madhe, duke përfshirë brenda kufive të shtetit të ri, zona të mëdha të banuara me popullsi shqiptare në Jugosllavi dhe në një mas më të vogël në Greqi. Pikërisht ky realitet bëri që një pjesë e shqiptarëve të Çamërisë të mbështesnin forcat italiane dhe gjermane të pushtimit, të ndiheshin të pushtetshëm dhe të korrigjonin ndonjëherë forcërisht padrejtësitë greke. Gjithashtu, historia njeh dhe faktin që një pjesë e popullsisë çame u inkuadrua në formacionet e rezistencës antifashiste greke, por se humbja e luftës nga italianët dhe më pas edhe nga gjermanët i vendosi në pozitë të vështirë banorët e Çamërisë. Nga ana tjetër, politikanët greke kuptuan se gjendja e luftës ishte momenti më i mirë për të zgjidhur, sipas llogarive të tyre, çështjen e Çamërisë. Spastrimin etnik të Çamërisë, që nisi më 27 qershor 1944 dhe përfundoi më 30 qershor, e mori përsipër Napoleon Zerva, komandanti i lidhjes kombëtare republikane greke, njohur si EDES. Po sipas historiografisë, trupat e Zervës nisën spastrimin etnik të Çamërisë, të ndihmuara nga forcat nazi-gjermane të pushtimit, të cilat urdhëruan çarmatosjen e popullsisë çame. Po kështu, trupat e Zervës nisën dhe përfunduan masakrat dhe dëbimin e popullsisë çame, edhe me bekimin e krerëve të misionit ushtarak britanik,
të cilëve Zerva u premtoi se në këmbim do të luftonte gjermanët. Përpasoi, rreth 25.000 shqiptar çam u dëbuan dhunshëm nga trojet e tyre drejt Shqipërisë, ndërsa numri i të vrarëve llogaritet në rreth 2.700 civil.